Nuset prej guri, një nga legjendat më të lashta shqiptare. Kjo legjend lind dhe është ende sot e gjallë në Valbona, pra në veri të Shqipërisë. Më kujtua sepse këtu pas meje gjendet një shkëm, i cili është brenda një ndërtese ndaj, nuk më lënë që të futem këtu, një shkëm ku tregohet, sipas një legjende, është guri sepse ka formën e një gruaje, jam në Sanremo, dhe ka formën e një gruaje dhe thuhet që është mallkuar që prej kohrave të lashta dhe ajo u bë gur. Por më kujtua sepse pikërisht në Valbona, pra në veri të Shqipërisë, gjendet një legjend shumë e vjetër dhe tani po ja u tregoj. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Në Valbona, në parkun kombëtar të Valbonës, gjendet një zonë, pra aty ku thuhet që ende sot janë këto shkëmbinj në formën e njerëzve, të cilët janë murosur vite më parë, sepse janë si thumba të gjendur kështu, mu në mes të një sheshi. Dhe askush nuk di, nuk e shpjegon se pse kjo formë dhe çfarë ka ndodhur. Në fakt, pikërisht aty në Valbona ka një legjend shumë të vjetër, një legjend që lidhet vërtet me fakte reale, dhe do t'ju them se përse. Atëre, kjo legjend flet për një nuse, e cila ishte shumë e bukur. Një nuse që ishin pranë një fshati pikërisht aty në Valbona, pranë parkut kombëtar, por dy fshatra që gjendeshin shumë larg nga njëri tjetri. Dhe siç e dini ju, për herë në kohën kur shkonin dasmorët nga një vend në tjetri, përshkonin një rrugë të caktuar, pra nga një fshat në tjetrin. Dhe tregohet që kjo grua ishte kaq e bukur sa që e lakmonin që të gjithë. Nuk dije se kush ishte ai që u bëri prit. Sepse tregohet që një grup njerëzish, teksa karvani po shkonte deri te fshati tjetër, ku e kishin dhënë si nuse këtë vajzë, i zu në prit. Duhet të dini që në kohët e atërshme, pothuajse 90% e vajzave jepeshin në fjalë, pra jepeshin që të vogla. Mes familjeve, dikush thoshte që kjo vajzë unë do ta marr për djalin tim, për shembull i thoshte njëri, ose ky i thoshte që unë do t'jap vajzën time, pra babai. Dhe ajo sa kishte lindur ishte në fjalë pra me një familje tjetër. Dhe që kur vinte momenti, edhe sikur ajo të dashuroj keq, shumë vështirë që ai të mos mbante fjalën. Ndodhte shumë rrallë dhe në ato herë që ndodhte, ose vriteshin mes njëri tjetrit, ose nuk flisin më kurrë, pra dy familjet. Dhe kjo ishte një traditë shumë e vjetër shqiptare për të lidhur familjet njëra me tjetrën dhe për të mbajtur familjet, sepse duhet dini që të gjithë pushtuesit që nga kohrat e lashta deri sot, akoma sot vazhdojnë që të lidhin vajza ose djem me vendasit e tyre në mënyrë që ta shpërbëjnë Shqipërinë, të shpërbëjnë jo vetëm familjet, por edhe Shqipërinë, sepse kështu shpërbëhet, sepse Shqipëria ka qenë një nga vendet që nuk është shpërbër shumë lehtë. Madje turku në fund fare, një nga pashallarët e Turqisë në fund tha, më falni që jam kaq i gjatë, por doja t'ja u thoshja këtë sepse është e rëndësishme, një nga pashallarët e Turqisë tha, shqiptarët tha është i vetmi vend tha që ne tha bëm me fjalë shkuam huq, sepse ndonse ndejtëm 500 vjet, pavarësisht viteve, pavarësisht gjithë atyre trazirave, pavarësisht që morëm gra dhe i çuam në harem, pavarësisht se martuam vajza shqiptare me turq dhe martuam gra turke me shqiptar, kur i sollëm në Turqi thoshin, pavarësisht këtë, pra nuk mundëm që ta mposhtim atë vend, pra Shqipërinë. Dhe po thoshja që kjo është një traditë shumë e vjetër, një traditë që ende sot është shumë e theksuar. Pra që ti kur jep fjalën dikujt, besa, fjala e besës që ende sot flasin dhe të gjitha vendet përreth, ishte e shenjtë. Dhe pikërisht për këtë, babai e kishte dhënë vajzën në fjalë tek një tjetër, tek ai fshati tjetër, dhe ishte pamundur që ajo të shkonte me dikë. Dhe ndoshta ata që i zurën prit ishin disa që ndoshta djali kishte shkuar tek vajza, por ajo ndoshta nuk e kishte pranuar, nuk flitet për këtë sepse legjenda flet për diçka tjetër, pra që i zurën prit dhe kaq, ose ndoshta vajza mundet që të ketë qenë edhe dashura, por kjo është diçka që nuk mund të jetë e vërtet dhe do t'ju them se përse. Sepse nga momenti që i zurën prit, pra nuses dhe dasmorëve, filluan që t'i vrisnin dhe pothuaj varan gjysmat prej tyre. Pra këta që u zun prit mund mes tek ai livadhi aty pra ku gjenden këto shkëmbinj. Dhe nusja, që ishte ajo pilastri ose si mund të quhet shtylla kryesore e asaj
i atij momenti, vendosi diçka vërtet të dhimbshme. Ajo ju lut Zotit që mos të binte në duar të kaçakëve ose të këtyre që u zun pritën dhe kërkoi që të murosej. O Zot i Madh, dëshiroj vetëm të bëhem gur dhe mos të bie në duar të kaçakëve. Pra kjo ishte dëshira e gruas, e nuses, por njëkohësisht edhe e bëri këtë edhe për dasmorët. Kështu që ata shkëmbinj që gjenden aty, që mos gaboj janë 12 apo 13 shkëmbinj, së bashku me ato të nuses, tregohet kjo legjendë vjetër. Dhe janë këta shkëmbinj në këmbë, sikur të jenë të skalitur me diçka. Mundet që të kenë patur edhe një formë si një formë e njerëzve, pra si forma e njeriut, por që është e vërteta, nga rreshjet, nga koha, nga moti dhe nga vitet, pa dyshim ajo ka ndryshuar dhe formë. Pra se cila nga këto ka ndryshuar formë, në fakt është bërë me maj, çdo gur i tillë. Shpresoj që të gjej një foto që t'ja u tregoj këtu, sepse nuk kam kaluar atje në atë vend, e di që prej kohësh këtë legjendë të vjetër, por doja që t'ja u tregoja, pikërisht pra sepse edhe këtu tregohet një legjendë tu pasmeje, e legjendë ngjashme, por që kjo tregohet si një mallkim, pra gruaja u mallkua sepse dashuronte dikë tjetër dhe iku me një tjetër. Me një fjalë, u dashuruan me dikë që kur ishin të rinj dhe pastaj iku me një tjetër dhe ky e mallkoi, vrau veten dhe mallkoi këtë grua. Dhe kështu që kjo u bë gur. E njëjta gjë pra si gurët e nuses ose gurët e nuseve në Valbona, pra në veri të Shqipërisë, aty ku është parku kombëtar sot, në një zonë të parkut kombëtar pra. Dhe doja t'ju pyesja juve, çfarë të tjerash legjenda shqiptare keni dëgjuar në zonat ku ju keni lindur ose ku gjendeni tani? Sepse së pari njëherë ku keni lindur, do të dëshiroja që të shkruani këtu një emrin e vendit ku keni lindur, me një fjalë fshatin, qytetin, krahinën ku keni lindur, nëse nuk dëshironi të tregoni fshatin apo qytetin, por edhe krahinën, se së pari çdo gjë është vibrim dhe nëse e kujtojmë, ju do thoni po unë e kujtoj dhe vet. Kur e kujton në bashkësi është ndryshe, ka një shije tjetër. Kështu që nëse do të dëshironi, lini këtu një koment me emrin e fshatit apo të qytetit dhe më thoni se çfarë legjendash ka ose ka patur dhe ka ende sot në zonën tuaj. Edhe një shkrim të shkurtër që të mund të bëjmë në një kërkim dhe të flasim më gjatë për të, dhe çfarë legjendash keni dëgjuar aty ku gjendeni sot, pra në zonën apo shtetin apo vendin ku gjendeni sot. Duke diskutuar këtu së bashku, ne përveç se shpupurisim ato legjendat dhe traditat e popullit shqiptar, por njëkohësisht rikujtojmë edhe gjenezën e secilit prej nesh, pra të tuajin, timen dhe të kujdo. Dhe kjo është sublime, sepse është diçka e rëndësishme, sepse njeriu pa një histori nuk është asgjë. Kështu që të paktën këto na kanë mbetur, legjendat, traditat dhe ato çka përcaktojnë pra secilin prej nesh, një shqiptar. Pres komentet tuaja, kalofshi një ditë të këndshme dhe një fundjavë të bukur, nëse do të shkoni me pushime të këndshme dhe ju përqafoj.